Fuqizimi i rolit të infermierëve në kujdesin shëndetësor parësor po merr gjithnjë më shumë rëndësi. Drejtoria e Qendrës Shëndetësore në Rrethina thekson se infermierët nuk janë më vetëm mbështetës të mjekut, por profesionistë që mund të kryejnë edhe depistime të thjeshta shëndetësore. Tashmë infermieri jo vetëm përmes kartelës infermierore, por edhe përmes disa procedurave të shtuara tashmë, ka të drejtën qoftë edhe me depistu një pacient. Pra janë formular të cilët janë që i përkasin protokolleve ndërkombëtare, infermieri mund të marrin një formular ta depistojnë atë pacient sa e ka riskun për zhvilluar një problematik, qoftë dislipidemi, sa e ka riskun për atë që ne e quajmë riskun kardiovaskular dhe mundet edhe ta këshillojnë pacientin. Një element i rëndësishëm i këtij fuqizimi është edhe çanta e infermierit, e cila tashmë është e pajisur me të gjitha mjetet bazë për ofrimin e shërbimeve në terren. Përpost pajisjeve të kujdesit shëndetësor në banesë, gjithë infermierët dhe gjithë mjekët janë pajisë edhe me gjithë pajisjet që aty në mund të duhen në punën e përditshme. Një çantë infermierit, por edhe mjekut tashmë përfshin qoftë oftalmoskopin, otoskopin që kishin neurologjik, aparatin e tensionit me 3 mansheta në varësi të grup moshës. Rritja e kapaciteteve dhe zgjerimi i rolit të infermierëve pritet të ndikojë drejt për drejt në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët, duke e bërë kujdesin parësor më të aksesueshëm, më të shpejtë dhe më efikas në çdo komunitet.